popullor që pistilat. Ose lulet mashkullore. Kryesisht e kom dëgjuar që ka qenë antidepresant dhe për rregullim të hormonave. Bash. E kështë lezu mirë për punë të hormoneve me qatë terapë, me qatë farë... Me të shumëshën e që sa përzirje. Ka kombinimet fantastike, e dikta dhe në gastronomi që që kanë përdojë, për shemë, në ushqim, supë, salat, dezert. Desertet më të shtrenjtë e qesin safran. Edhe bëhet kështu i lezetshëm, po i kota në ato vetit të manqas. Madje edhe në shumë prej librave të shenjtë shkruhej që edhe me mia vjet më parë kanë përdorur njerëzit kundër ankthit, stresit, pagjumësisë. Unë për shembull po shka këta për depresion, për shembull për depresion, pagjumësi, ankth. Po tjetër për shka e komplon tjetër, se unë e kom përdorur për shembull për sy, e kom pas synin e trubëlt edhe shqiqimin e zbeht. Ky ma ka qit në pika. Dhe shumë këtë që është më e shtrenjtë është shafrani. Shafrani, qashtu. Vërtetërisht sepse është nxirret prej fijeve të pestilit, edhe domethënë duhet shumë sasi e madhe për më nxjerrë ndoshta shumë pak fije prej saj. Ata në për çka kryesisht e përdorin shafranin ose po e kërkojnë konsumatorët? Esta, që kjo është shafrani. Që e mundesh me kape, me fokusu, që ato mrena janë pistilat. Popullor që pistilat. Ose lulet mashkullore. Ky është për gjitha. Është vetë me sasi të vogël, nuk guxon më përdor me sasi të madhe. Po se është këgjo i rrezikshëm në anën tjetër, apo din? Po. Edhe kështu me sasi të vogël është i mirë. Tash më vete për çka kjo është thuja për krejt smundjet. Kush e morrin, për çfarë arsye e morrin tonë? Kryesisht e kom dëgjuar që ka qenë antidepresant dhe për rregullim të hormonave. Bash. E kështë lezu mirë për punë të hormoneve me qatë terapë, me qatë farë... Me të shumëshën e që sa përzirje. Ka kombinimet fantastike, e dikta dhe në gastronomi që që kanë përdojë, për shemë, në ushqim, supë, salat, dezert. Desertet më të shtrenjtë e qesin safran. Edhe bëhet kështu i lezetshëm, po i kota në ato vetit të manqas. Madje edhe në shumë prej librave të shenjtë shkruhej që edhe me mia vjet më parë kanë përdorur njerëzit kundër ankthit, stresit, pagjumësisë. Unë për shembull po shka këta për depresion, për shembull për depresion, pagjumësi, ankth. Po tjetër për shka e komplon tjetër, se unë e kom përdorur për shembull për sy, e kom pas synin e trubëlt edhe shqiqimin e zbeht. Ky ma ka qit në pika. Tash, gjatë intervistave me tjera, e kom thonë disa herë që kanë ardhur tana pacientë dhe kanë përdorur të njëjtën që e kom përdorur unë. Se më kanë vetë, për shembull, ata kanë pas njohuri që ky përdoret edhe si çaj, që i thash ato dezert, supë, sallatë, ushqim ose në ushqime, po ne kom thonë, unë e kom përdorur thatë. Unë i marr gjathar 5 pistila në mëngjes. Tana 5 në drek, 5 në darkë. Edhe tash unë e lexoj telefonin, shkruaj pas syza. Kur jam këtu pjesë Zvicrës, kom pas problem me sy se kom pas problem trubëll. Edhe nuk kon hajgo. Që do të thonë ndihmon në përmirësimin e shikimit. Definitiv. Ta mundesh me pa ka informacione që është shumë i mirë. Po kalojmë kështu ndoshta prej smundjes në smundje sepse vërtet njerëzit kanë domethënë ankesa të ndryshme, sidomos tash dinamizmi i jetës ka sjell strese të ndryshme.